Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Kongresisti republikan Mike Turner dhe ai demokrat Donald Norcross zhvilluan sot takime të ndara me presidentën Vjosa Osmanin dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, me të cilët biseduan për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha të ndryshme. Pas takimit, presidenti Osmani deklaroi se në Kosovë nuk ka pasur e as nuk do të ketë asnjëherë qeveri anti-amerikane, duke theksuar se Kosova ka popullin më pro-amerikan në botë dhe se secila qeveri e Kosovës vjen nga ky popull. Në këtë kohë kur vendi është pa institucionet e reja, ku vend dhe qeveri, një ekip prej kongresistësh amerikan të përbër nga kongresisti republikan Mike Turner dhe kongresisti demokrat Donald Norcross qëndruan në Kosovë. Të dy kongresistët që u takuan me presidentin Vjosa Osmani janë edhe pjesë e asamblesë parlamentare të NATO-s, prandaj presidentja tha se biseduan për sfidat e sigurisë dhe mundësisë për afrimit e Kosovës me NATO-n, por edhe për thellimin e bashkëpunimit Kosovë-Shëba. Presidentja pas një aktiviteti ju përgjigj edhe zyrtarit amerikan Philip Ricker, i cili ka thënë se Kosovës i duhet një qeveri që është e gatshme të bashkëpunojë me Shëbat. Në Kosovë nuk ka pasur, as nuk do të ketë asnjëherë qeveri anti-amerikane. Në Kosovë ka pasur gjithnjë dhe do të ketë gjithnjë edhe në të ardhmen qeverin më pro-amerikane, që mund të gjej ndokush, për shkak se kemi popullin më pro-amerikan në botë, dhe secila qeveri e Kosovës që vjen nga po ky popull. Pra nuk mund të ketë dallime mes popullit që krijon qeveri apo votuesve që krijojnë qeveri dhe qeverisë, përderisa secila qeveri i ka metodat e veta, i ka strategjitë e veta, e ka mënyrën se si punon me partnerët. Ata janë partneri pa zëvendësueshëm për sigurinë tonë, për ecjen tonë përpara në integrimet euroatlantike, prandaj është e domosdoshme që edhe koordinimin ta kemi të plotë dhe bashkëpunimin ta kemi sa më të fuqishëm. Presidentja Osmani kritikoi deputetet e legjislaturës së kaluar që nuk arritën të formojnë institucionet e reja. Shprehu shqetësim se mund të ketë zvarritje edhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, në mungesë të një konsensusi politik. Shqetësim ka, sepse nuk është larg koha kur kishim situata të tilla, këto vetë sa ndodhen këto zvarritje, por po shpresoj shumë që kjo të ketë qenë një mësim i mësuar dhe një përvojë nga e cila të gjitha partitë politike të kenë mësuar se zvarritja është mbi të gjitha në dëm të interesave të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Presidentja i është përgjigjur edhe akuzave të deputetëve të partive të ish opozitës se ajo po i shërben Albin Kurtit dhe është nën urdhrat e Dejona Mihajlit. Kush e ka thënë këtë punë? Ganimet e Musliut më kujtohet. As nuk ja vlen të merrem as një sekond me akuzat të Ganimit të Musliut. Ndërkohë, politologu Albinot Maloku vlerëson se presidentja Vjosa Osmani nuk ka qenë gjithmonë në krye të detyrës së saj, por ka kalkuluar politikisht për mundësinë e rikandidimit edhe për një mandat tjetër si presidente. Përjedhoj në gjykimin tim, shefja e shtetit nuk është se ka qenë në para se që tashëm përputhje me rendin kushtetues veprimit saj në momente specifike dhe të intervenimit në institucionit ku ka dhe karakter moral një veprim i shefit shtetit se përket të gjitha ato sfida të cilat i ka lejë Kosova dhe cilat pasojat do të ndjejmë ende prej nënshkurtit deri tani. Duke analizuar kërkesën e SHBA-s dhe BE-s që në të ardhmen të ketë një qeveri stabile dhe më bashkëpunuese, politologu Albinot Maloku thotë se partitë politike duhet të i kenë parasysh kërkesat e faktorit ndërkombëtar. Shprehje se duan një qeveri e cila është në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i bie që nuk kemi pas një qeveri të tillë dhe se interesi është që të kemi një qeveri të tillë. Presidentja Vjosa Osmani ditë më parë caktoi 28 dhjetorin kur duhet të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Pas takimit me kryeministri në detyrë Albin Kurti, zyra e tij tha se biseda me delegacionin amerikan Mike Turner e Donald Norcross u përqendrua në bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes.
Krahas investimeve në mbrojtje, Kurti u shpreh se Kosova mbetet e palëkundur në orientimin e saj Euro-Atlantik dhe synimin për antarësim në NATO dhe në BE, jo vetëm si përfituese nga umbrella e sigurisë, por edhe si kontribuese në paqen dhe sigurinë në kontinentin evropian, u tha në njoftimin e zyrës së Kurtit, i cili po ashtu me delegacionin amerikan diskutoi për mundësitë e bashkëpunimit në fushën e energjisë dhe teknologjisë dhe në projekte të tjera që pritet të realizohen, sikurse ato në transportin hekurudhor. Kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama i u bashkua sot protestës së punëtorëve të transportit publik, pasi nuk kanë marrë rrogat prej disa muajsh. Punëtorët e trafikut urban dhe ata të transportuesve publiko-privat kërkojnë shlyerjen e borxheve që po e paralizojnë shërbimin dhe po lënë qytetarët pa autobus. Protestuesit kërkuan nga pushtetarët që të mos bëjnë politik me nevojat bazike të punëtorëve dhe të qytetarëve. Punëtorët e ndërmarrjes publike komunale trafik urban dhe kompanive të transportit publiko-privat protestuan para komunës së Prishtinës dhe qeverisë së Kosovës, duke kërkuar shlyerjen e borxhit që komuna ka ndaj kësaj ndërmarrje. Për shkak të këtij borxhi, nga hëna është ndalur tërësisht qarkullimi i transportit publik në kryeqytet. Protestës u bashkua dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama, duke marshuar bashkë me punëtorët drejt qeverisë. Me çfarë rast kërkoi një takim urgjent me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin dhe ministrin në detyrë të financave Hekuran Muratin. Unë kam bërë të njoftun qysh me muaj me radhë faktikisht që Prishtina është e bllokuar, buxheti është i bllokuar, alokimi i mjeteve tona të hyrat vetanake të kryeqytetit janë të bllokuar në mënyrë jo ligjore, jashtëligjore, dhe për këtë ne kemi bërë edhe kallëzim penal ndaj ministrit Hekuran Muratit, edhe të zyrtarëve të Ministrisë së Financave, të cilët nuk e kryejnë punën e tyre profesionale, por i bllokojnë fondet tona vetanake, të hyrat vetanake me të cilat normal ne i paguajmë shërbimet për qytetarët e kryeqytetit. Kryetari i sindikatës së trafikut urban Ilmi Gashi u kërkoi falje qytetarëve për ndërprerjen e shërbimit, duke theksuar se situata doli jashtë kontrollit punëtorëve. Sipas tij, ndërmarrja ka borxh rreth 1 milion euro të kompanive derivateve, të cilat kanë bllokuar furnizimin me karburant. Ndërkohë, komuna i ka borxh ndërmarrjes 3 milion e 200 mijë euro. Punëtorët e trafikut urban e kanë 1 milion euro borxh për nafta. 2 rroga punëtorët e trafikut urban nuk i kanë shiju akoma. 3 milion e 200 mijë euro kompanisë publike trafiku urban i ka borxh komuna. 1 milion e 600 mijë na i kem borxhe furnitorëve tonë. Nuk ka parë për të na dhënë për na shërby, nuk kem mjete me punu, nuk ka naftë, nuk ka rroga, pagat, punëtorët janë diskriminuar për këtë rrogë që nuk e kanë. Ish kryetari i sindikatës Sabit Gashi tha se kjo situatë nuk po ndodh për herë të parë, prandaj është momenti i fundit që institucionet të marrin masa për zgjedhje. 2019 3 muaj ditë kena bë protesta para komunës, para organizatës të trafikit urban. E milion 3 milion e dishka euro borxh është marrë. Qeveria i kofajt, qeverin që këki 100 metra, qeveria nuk është në Amerikë. Na jemi shqiptar, nashta ju vim për këthys, s'po mirën vesh në mes vete. Zhgënjim për shkak të situatës shprehu edhe punëtori i trafikut urban Mehdi Arifi, i cili kërkoi korrektësi nga ministri në detyrë Hekuran Murati. Paret tona i dojmë pej Hekuran Muratit, kur gjë tjetër veç të paret tona që 7 muaj ditë pa pagesë. Edhe asgjë tjetër. Se na kem shpenzime çdo ditë ka 100 euro duhet autobusit me aqit naftë. Punëtorët me pagu jem pa punëtori me met, pa vetëm sherri i Hekuran Muratit. Edhe Ismet Haliti, drejtori i kompanisë Qendra 2, theksoi se protesta synon mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, ndërsa kërkoi që kompanitë private të mos lihen pasdore në këtë proces. Na nuk kemi zgjidhje tjetër. Momentin që kryen detyrime ndaj nesh, na mujna me vazhdu, për ndryshe s'ke mundësi me vazhdu. Në pritje të një zgjidhje institucionale, qytetarët e Prishtinës mbeten këtë të hënë pa transport publik, ndërsa punëtorët paralajmërojnë se protesta do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ndërkohë, sindikalistët e trafikut urban kanë realizuar një takim me ministrin në detyrë të financave Hekuran Muratin
për të gjetur një zgjidhje në lidhje me pagesat për ta në mënyrë që të filloj përsëri ofrimi shërbimit, por ky takim ka përfunduar pa ndonjë zgjidhje. Kryesindikalisti Ilmi Gashi ka shprehur keqardhje, duke njoftuar qytetarët e Prishtinës se greva vazhdon edhe nesër me mundësi që të përshkallëzohet në forma të ndryshme. Pas ndalimit të trafikut urban, taksit ilegale vërshuan rrugëve të Prishtinës, duke shfrytzuar situatën për përfitime të palitshme. Inspektorati Prishtinës ka nisur kontrole të repta ndaj këtij veprimi. Ekipi Radio Televizionit 21 pan nga afër se shumë automjete ilegale u ndalën gjatë aksionit. Protestën e trafikut urban, shkaku i secilës nuk pati qarkullim të autobusëve, e shfrytzuan taksit ilegal, duke shkelur rregullat e trafikut urban me furgon pa licencë. Ky veprim i kundërligjshëm po ndërshkohet nga Inspektorati i Komunës së Prishtinës, ndërsa drejtori Bekim Brestovci tregon se cilat janë pasojat dhe masat që po ndërmerren. Sot e kemi pas një ditë të ngarkume, kretë kjo si pasojë e blokadës buxhet dhe si pamundësi që sa muajt mos paguhen të hyrat që është dashur të ketë trafiku urban, por natyrisht edhe operatorët ekonomik privat, të cilët për sa muaj kanë shërby qytetarët e kryeqytetit në shërbim të transportit, sot për shkaqe që ata madhe nuk po kanë mundësi të furnizohen as me derivatet naftës, janë ndërprer gjitha shërbimet ndaj qytetarëve të kryeqytetit dhe kemi vërejtë që në orët e mëngjesit që ka pas një tollovit themi kështu, sepse njerëzit kanë qenë të detyruar pastaj kundër dëshirës tyre që të përdorin veturat e tyre personale për të lëvizur dhe për të kryer punët e tyre. Natyrisht ka pas tendencë që të jetë i aktivizuar një numër më i madh i taksive ilegal. E që ne si inspektoriat natyrisht jemi munduar ta bëjmë punën tonë dhe t'i parandalojmë dhe t'i gjobisim, sipas të dhënave që kam prej grupeve në terren që i kemi të inspektoriatit, të cilët po operojnë bashkërisht me policinë, është një numër kogja i madh i atyre të cilët sot janë gjobitur me gjoba deri në 200 euro. Ne do vazhdojmë natyrisht mundohemi ta mbajmë situatën në kontroll. Sot kemi bërë tentativë gjithsesi që t'i mbajmë jashtë qarkullimit edhe të gjithë autobuset të trafikut ndërurban të cilët kanë pas tendencë që të hyjnë në përmes kryeqytetit për të ofruar shërbime të cilat natyrisht nuk i kanë të kontraktuar. Ekipi i Radio Televizionit 21 doli në terren për të parë nga afër situatën me përfshirjen e shumë automjeteve ilegale që ishin angazhuar ilegalisht bashkë me disa autobus që po ashtu operonin jashtë rregullave. Autoritetet komunale thanë se do të vazhdojnë aksionin gjerë në stabilizimin e situatës. Ndiqni tani lajmin më të ri. Lumir Abdigjiku ka konfirmuar sot se është nominuar nga kryesia e LDK-s si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në një konferencë për media, ai tha se partia ka vendosur të garojë e vetme në këto zgjedhje. Abdigjiku njoftoi se ka marrë autorizimin për të bërë renditjen e kandidatëve për deputet në mënyrë që, siç tha ai, të shmangën paknaqësitë në listë. Ai bëri të ditur se një pjesë e listës së LDK-s do të mbetet e hapur për bashkëpunime me parti të tjera, përfshirë nismën e Fatmir Limajt, Demokristianët, Partinë e Drejtësisë dhe Aleancën e Pacollit. Sipas tij, LDK është e hapur edhe për individ që duan të garojnë nën siglën e saj. Punëtorët e Radio Televizionit të Kosovës nga sot ka nisur grevën e përgjithshme 2 orëshe, pasi nuk kanë marrë pagat. Sindikata RDK-s i ka bërë thirrje kryeministrit në detyrë Albin Kurti të ndërmarrë urgjentisht veprime ligjore për sigurimin e buxhetit të këtij institucioni. Nëse kjo nuk ndodh, punëtorët paralajmërojnë masa më të ashpra, përfshirë bojkotimin e fushatës zgjedhore të 28 dhjetorit dhe mos raportimin e aktiviteteve politike. Punëtorët e RTK-s të cilët nuk e kanë marrë ende pagën e tetorit, kërkuan nga qeveria në detyrë të bëjë zgjidhje emergjente në mënyrë që të mundësohet vazhdimi punës së transmetuesit publik. Përfaqësuesi i sindikatës së punëtorëve të RTK-s Gëzim Bimbashi tha se kryeministri në detyrë Albin Kurti duhet t'i sigurojë buxhetin në RTK-s pasi ka zgjidhje ligjore për një gjë të tillë.
na kanë injoru kërkesat si sindikat, kemi bërë thirrje me herët kuvendit, u shpërbë kuvendi, tash po bëjmë thirrje të qeveria, të kryeministri Kurti. I bëjmë thirrje kryeministrit Kurti që të ndërmarrë veprime të menjëhershme ligjore dhe gjej zgjidhje sepse ka zgjidhje ligjore. Bimbashi paralajmëroi se do të ndërmarrin veprime të tjera sindikale, përfshirë edhe bojkotin e të gjitha aktiviteteve politike si dhe fushatën elektorale, nëse nuk sigurohet buxheti për RTK-n. Në fund të kësaj jave do t'ju njoftojmë për masa të tjera. Fillimisht kemi shku me grevë 2 orëshe dhe nga fundi javës do dalim me qëndrime për të vazhduar tutje. Greva nuk do të ndale, do të vazhdoj çdo ditë. Ne, nëse nuk bëhet një zgjidhje, do të kërkojmë që të pezullohet mbulimi i fushatës elektorale, jo prej qefit, prej dëshirës. Protestën e punëtorëve të RTK-s e ka mbështetur edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Kryetari i AGK-s, Xhemail Rexha, tha se zgjidhja e këtij problemi i takon qeverisë në detyrë. Është në dorën e kryeministrit Kurti dhe ministrit të financave Hekuran Murati, që tashmë kanë edhe një përparësi për të ndërmarrë hapa, pasi që nuk janë më ligjërisht deputet të Kuvendit Kosovës, janë vetëm kryeministër në detyrë dhe ministri i financave në detyrë, pra akoma më shumë një argument për të marrë një vendim për të ndarë buxhetin edhe një herë së paku për këta 3 muaj. Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të RTK-s, Hysen Hundozi, tha se janë duke punuar për të gjetur zgjidhje sa më të shpejtë. Dua t'i siguroj të gjithë kolegët, partnerët dhe publikun se ne jemi duke punuar intensivisht për të gjetur një zgjidhje sa më të shpejtë dhe të qëndrueshme. Ashtu siç kemi bërë edhe 3 muaj më parë, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me institucionet relevante në vend dhe partnerët tanë për të siguruar funksionimin normal të transmetuesit publik. Në këtë situatë ndjeshme, bëj apel që RTK të mos përdoret si mjet presioni apo si instrument për agenda politike. Hundozi tha se transmetuesi publik i përket qytetarëve dhe duhet të mbetet jashtë çdo ndikimi që cenon misionin e tij profesional të pavarur dhe kushtetues. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës ka thirrur seancë të jashtëzakonshme për bartjen e mjeteve vetanake të kryeqytetit dhe për buxhetin e vitit 2026. Seanca do të mbahet të njëjtën më 27 nëntor. Osman Blaca nga zyra ligjore e komunës ka thënë se anëtarët e Kuvendit Komunal janë në fuqi derisa të betohen të rinjt. Komisioni qendror i zgjedhjeve i ka certifikuar rezultatet për asambletë të premte në javës që shkoi, por asamblistët e rinj nuk janë betuar ende. Shkuarja në zgjedhje të jashtëzakonshme më 28 dhjetor pa miratuar buxhetin për vitin 2026 do ta mbajë shtetin vetëm përkohësisht larg kolapsit financiar. Ekspertët ligjor kanë mendime të ndryshme lidhur me zgjatjen e afateve buxhetore, por pajtohen se Kosova tashmë ka hyrë në një rrugë të panjohur. Viti 2025 për qytetarët në Kosovë është vlerësuar si një vit i humbur, si në aspektin politik, ashtu edhe atë ekonomik. Ndërkohë, shpërndarja kuvendit dhe shpallja zgjedhjeve të jashtëzakonshme pa miratimin e buxhetit për vitin 2026 ka krijuar shqetësim tek qytetarët. Po buxhet se s'ka pas deputet për popull, veç për veti. Allah në ku mirë. Keq kanë punu këta. Qa po bujnë ta njerës në petës. Ta është në zgjedhje? Zgjedhje, qa me bujnë zgjedhje? Ati hova në qitë vëtë, së vëtë jasë ku me qitë me vëtë. Zi njerës ka me bujnë. Maroj. Kosova rrezikon të përballet me një bllokat financiare të gjithëmbashme, pasi që lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve në 2 raste nuk arriti të formojë qeverinë. Kuvendi, pa një qeveri të re, nuk pati hapësirë ligjore për miratimin e buxhetit për vitin 2026. Në këtë kuptim, hulumtuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Naim Jakaj thotë se Kosova ka buxhet vetëm deri në muajin shkurt të vitit të ardhshëm. Rrezikon të mos ketë paga në sektorin publik edhe rrezikim të investimeve kapitale për muajt e parë sipas planifikimeve që i kanë bërë edhe komunat edhe institucionet e tjera. Çka mund të shkohet në
në ekzekutim të financave është që 2 muajt e parë shteti i Kosovës ka para që të cilat përdoren në mënyrë ekuivalente me buxhetin e janarit të shkurtit të vitit paraprak, ndërkohë për të mos paga dhe investime që do të ekzekutohen nga projektet e vitit 2025, do duhet që kuvendit të mirëtojë zgjatjen buxhetore. Kosova pas zgjedhjeve të nënshkurtit hyri në një blokadë politike, e cila prodhoi zgjedhje të jashtëzakonshme, ndërkohë mosmiratimi i buxhetit për vitin 2026 dhe përsëritja një krize tjetër të mundshme politike rrezikon të lëtë gjysmën e qytetarëve në Kosovë, pa paga, pensione dhe ndihma sociale. Në këtë situatë, avokati Ardian Bajraktari thotë se mos së largu gjysma e janarit, vendin duhet ta gjejë me institucione të reja. Kjo nënkupton që jemi gradualisht po futemi nga një krizë në krizë tjetër, mirë po shpresoj që më në fund subjektet politike të reflektojnë raport me përgjegjësitë që kanë, që duhet me i pas në raport me këtë situatë dhe po shpresojmë që procesi zgjedhor të prodhoj rezultate dhe të kuptohet rezultate dhe të reflektohet mbi këtë rezultat i cili do të dalë me 28 dhjetor. Si pasojë e blokadës politike veç krizës për buxhetin e vitit 2026, Kosova rrezikon të humbë edhe qindra miliona euro nga mosmiratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvend, përfshirë edhe mjetët nga plani i rritjes, ku Kosova do të përfitonte rreth 900 milion euro. Seanca për vrasjen e Liridona Ademajt është ndërprer për shkak të problemeve teknike për të vazhduar më 12 dhjetor. Pas problemeve teknike, gjyqtarja Fatime Dormaku ka propozuar që të ndërpritet seanca në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt. Seanca e radhës është caktuar të mbahet më 12 dhjetor. Në shqyrtimin gjyqësor, ku ishte parapar shfaqja e sekuencave nga shtëpia e Najmur Selit për shkak të materialeve të shumta, nuk kanë arritur që të njëjtat të transmetohen para trupit gjykues. Trupi gjykues është të ashtushme t'ju jap kohën e nevojshme juve që t'i bartni sekuencat me cilat dëshironi të provoni pretendimet e juja, kryen e veprës penale, për ndryshe në këtë formë nuk po mundemi pesheni edhe vetë. Nuk ka mundësi kështu sepse po dera po shumë. Nëse je e gatshme, nëse të vymë po sot, mirë, nëse jo, shkoj me datën 12. Me këtë propozim është pajtuar prokurorja Javorka Pertlinčević, e cila tha se nuk është bërë selektim i pamjeve, me qëllim që të mos nxitën dyshime për fshehje nga ana e palës mbrojtëse. Në pauza para dite dhe pas dite të shqyrtimi gjyqësor, unë kam provuar të kontaktoj me zyrtarin e IT-s, profesionist nga prokuroria që të mund të ndajnë video incizimet, mirë po pasi që ka qenë pauza, nuk kanë qenë të qasshëm, të disponueshëm, ashtu që do të ishte më së miri pasi që folderi ka të bëj për video incizimet, pamjet para shtëpis të akuzuarit Najmur Seli. Është një fajl i madh video, diku 700 deri në 800 gigabajt, ashtu që do të ishte mirë që kjo seancë të caktohet për ndonjë ditë tjetër, apo me datën 12. Prokuroria do të mundohet që sekuencat të dorëzohen të ndara. Ne si prokurori në hard disk i kemi bartur të gjitha përmbajtjet pa ndarë asgjë dhe nuk kemi ndërprer dhe nuk kemi shkëputur asnjë sekuencë për arsye që mund të kemi kundërshtime nga ana e mbrojtjes, që mos t'i bie që prokuroria ka dashur diçka të fshet nga ajo. Lëvizjet e Najmur Selit ditën kritike si dhe disa veprime ditën e nesërme. Prokuroria pas kësaj do të mundohet t'i ndaj sekuencat të kohës që kemi propozuar dhe të paraqiten për seancën e ardhshme. Paraprakisht është mbajtur një pauzë deri në orën 13:10 për shkak të problemeve të natyrës së njëjtë teknike. Në gjykatore kanë qenë të pranishëm të akuzuarit Najmur Seli, Kushtrim Kokalla e Granit Plava. Po ashtu i pranishëm ka qenë edhe vëllai i Liridona Ademajt, Leonardi, dhe avokati mbrojtës Leutrim Syla.
Liridona Ademaj u vra më 29 nëntor të vitit 2023 në Bërnic të Prishtinës. Në mesin e të dyshuarve është edhe ish bashkëshorti saj Naim Murseli. Dyshohet se ai kishte premtuar Granit Plavës 30.000 euro për ta kryer krimin e rënd, ndërsa i arrestuari tjetër për këtë rast është edhe Kushtrim Kokalla. OVL e UÇK-s ka shprehur indinjatën dhe zhgënjimin e thellë për faktin që dhomat e specializuara në Hag kanë caktuar mbajtjen e një konference përgatitore ndaj ish presidentit të vendit Hashim Thaçi, pikërisht më 28 nëntor. Përmes një reagimi në Facebook është bërë e ditur se 28 nëntori është dita kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin në Kruj, duke shënuar ringritjen e shqiptarëve. Është dita e pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindja e komandantit ton Adem Jashari dhe data e daljes publike të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për ne, kjo datë nuk është vetëm një simbol kombëtar, është një identitet i tërë, i mbështetur mbi gjek, sakrificë dhe krenari, thuhet në postim. Po ashtu në postim bëhet e ditur se për OVL UÇK-n, mbajtja e një seance gjyqësore në këtë datë përbën fyerje të ndjenjave tona kombëtare dhe shpërfillje të realitetit historik të popullit të Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj DN pasi dyshohet se ka kryer veprën penale krim i luftës kundër popullsisë civile. Sipas prokurorisë, DN akuzohet se gjatë periudhës mars-prill 1999 si komandant i nën stacionit në Zhegër të komunës së Gjilanit nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të parandaluar plaçkitjet, dëbimin dhe vrasjen e 29 civilëve shqiptar. Sipas akt akuzës, DN ishte në dieni se më 30 mars 1999 forcat policore dhe ushtarake serbe nën komandën e tij kishin rrethuar fshatin Zhegër, ndërsa më 27 mars 1999 ishte sulmuar fshati Llashtic. Për më shumë informacione, vizitoni portalin tonë rtv21.tv dhe profilët e RTV21 në rrjetet sociale.